Plazhi i Durrësit, për pozicionin gjeografik që ka dhe vijen e gjatë bregdetare, mbetet plazhi më i madh i vendit tonë. Operatorët turistik janë optimistë për numrin e lartë pushuesve që do të kenë, pasi sezoni turistik, sipas Blerim Norjes, ka filluar 1 muaj më herët se zakonisht, gjë kjo që u jep më shumë përparësi. Këtë vit parashikohet që deri në fund sezonit jemi diku te 15 deri 20% më shumë turistë se sa viti kaluar, sepse ka filluar sezoni më herët. Duke qenë se sezoni ka filluar 1 muaj më herët dhe pretendohet marrë 1 muaj më vonë, normalisht përkthehet në më shumë turistë, më shumë numër turistësh që vizitojnë Durrësin dhe mund të themi që këtë vit mund të kemi pa frikë 15 deri 20% më shumë turistë se sa viti kaluar. Risia është që këtë vit janë shtuar turistët francezë dhe anglezë, të cilët është viti parë ose sezoni parë që të cilët po e vizitojnë Durrësin në mënyrë masive. Pra ka rezervime të organizuar në mënyrë masive nga agjencitë franceze dhe agjencitë angleze. Mund të themi që këtë vit jemi më të organizuar dhe gjë më interesante është që ka larmi më të madhe turistësh. Pra Shqipëria është futur në hartën e shteteve si një destinacion turistik i sigurt dhe po shihet me një interes veçantë nga shtetet e Europës. Gjatë vitit e kaluar, plazhi i Durrësit ka pritur 1.5 milion turistë. Këtë vit parashikohet të ketë më shumë, pasi Durrësi mbetet një nga plazhet më të frekuentuara në vend nga të gjitha shtresat e popullsisë.